jo edhe për institucione nuk do të duhet të ishte, sepse ne patëm paralajmërime nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës që do të ketë rreshje të dendura, e rrjedhimisht edhe vërshimet do të pasojnë. Kështu që ju reaguat shpejt me profesionalizëm dhe cilat ishin format e reagimit, mënyra e reagimit juaj dhe sa ishte rrezikshmëria e lartë apo jeta e cënuar e banorëve në ato vende ku ju keni vepruar? Fatmirësisht në Prishtinë nuk ka pas shumë nevojë që të intervenojmë, edhe pse ka pas intervenime të vogla, mi quq ashtu, të vogla, mirë po brigadat... Të vogla në raport me vendbanimet e tjera apo komunat e tjera që u atakuan me këto vërshime? Po, kena pas një numër shumë të vogël të intervenimeve në Prishtinë, edhe rreziku ka qenë shumë i vogël, ndërsa Brigada Operacionale e Zjarfikës dhe shpëtimit në Prishtinë mbulon edhe komunën Fushës Kosovës, Dobiliqit dhe Graçanicës, pra në numrin më të madh të intervenimeve të cilën e kemi pas, ka qenë komuna e Fushës Kosovës, konkretisht fshati Kuzmin edhe Lismir, ku janë evakuuar një numër i madh i familjeve, të cilat uji kishte hyrë edhe në shtëpi dhe ma paraqiste rrezik për ta që të jetojnë aty. Është bën një numër i madh i evakuimit të njerëzve përmes barkave. Rreziku sigurisht që ekziston gjithmonë edhe për ekipin reagues, pra edhe këtë kohë të cilën është në minus grad në ujë, sigurisht që paraqet edhe rrezik edhe për shëndetin, mirë po ekipet e Zjarfikës dhe shpëtimit, pra po e them, nuk janë të dedikuar vetëm për zjarr, ajo mund të jetë kupulla kryesorja, mirë po na vazhdimisht jemi të përgatitur edhe kur i kemi informacionet ashtu që parashikohet që mund të ketë rreshje, mund të ketë vërshime, edhe kur rrezikohet jeta e njerëzve, sigurisht që intervenojmë.